Vetëm pak orë para premtit të sotëm, kurioziteti se kush do të jetë finalistja e parë mes Gjergjes dhe Rozanës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të shpallet finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP, dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Rozana me 68% të votave, e më pas Gjergja me 32% të votave. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. E megjithatë, ndërsa të gjithë prisnin që Gjergja të rikuperonte me votat, avantazhi i Rozanës të shtylluar edhe më shumë. Kujtojmë se këto banore u zgjodhën të shkojnë kokë më kokë me njëra tjetrën dhe të levotim nga vetë banorët, të cilët të ndarë në grupe nga vllai i madh, sipas kolltuesheve, duhet të zgjidhni nga një banor të grupit tjetër për ta çuar në televotim për finalistin e parë. Kolltuku i kuq zgjodhi Rozanën, derisa i blu zgjodhi Gjergjën. Po ju, kush mendoni se do të jetë finalistja e parë?